Vazhdo, po. Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet politike në mbylljet të kësaj jave me avokatin Gylçen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale, mik i vjetër i emisionit ton për dëshifrimin e aktualitetit. Avokat, të përshëndeset, falenderoj shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, ne kemi folur shumë herë për Amerikën, por ajo që ne kemi thënë, ju e keni thënë dhe shumë kanë qenë skeptik, kanë ndodhur sepse njëri nga kongresmenët në Komisionin për Politikën e Jashtme për Europën, pra, ka kërkuar që të rishikohet ndoshta reforma në drejtësi, çka ka shkuar mirë dhe çka ka shkuar keq. Tani ata dinë gjë për këtë apo e kanë përgjithësi? Ju si mendoni? Dinë ç'bëhet këtu? Unë mendoj se linja Trump është një linjë shumë e qartë që ka të bëjë me kontestimin e gabimeve që ka ndodhur edhe vetë në Amerikë kur Trumpi nuk ka qenë në presidencë, por pasi zoti Biden mori drejtimin e presidencës, zoti Trump u përball me shumë akuza dhe nga shumë akuzat zoti Trump nuk përfundoi në burg, por ishte një procedurë që ka vetë legjislacioni amerikan që ti nuk futesh në burg si puna jonë, që modeli është që të bëjmë statistika dhe ti japim qytetarëve të kuptojnë që politikanët duhet futen në burg me detyrim për shkak se duhet të kënaqim opinionin publik me statistika dhe në fund fare nuk ka rëndësi jeta e tjetrit, është me prova në burg. Dhe sot unë jam vërtetuar përsëri që linja Trump është një linjë e cila do të shpëtoj politikbërjen, por edhe demokracinë në vende të ndryshme ku ka partneritet strategjik. Linja e Trumpit është një linjë e cila do të prek gradualisht edhe politikën shqiptare nëpërmjet lëvizjeve të ndryshme, të cilët ne kemi cituar që zarfin e ke në tavolinë, por përgjegjësia është e jotja në rast se do t'i japësh makinës me shumë gaz apo me pak gaz, apo duke shtypur frenat. Në rastet të tilla duhet keni parasysh që pasojat janë të rënda, por pasojat i zgjedh personi i cili e shtyp apo jo gazin, dhe si e shtyp dhe çfarë pret që të vi si pasojë e shtypjes së gazit apo të frenave. Prandaj unë mendoj që ky është një mesazh i drejtë për drejtë ndaj zotit Rama dhe ndaj të asaj që ne themi, mashtrimi që është bërë të qytetarët shqiptar për një reformë e cila do të sillet të shpëtim, ku ndërkohë kjo reformë ka sjellur dosje të pa shqyrtuara dhe dosje të cilët nuk japin drejtësi, por thjesht stivohen në gjykatat shqiptare dhe në fund fare qytetarët shqiptar duhet kuptojnë që drejtësia e vërtetë është ajo drejtësia e cila duhet të jepet nëpërmjet gjykatës dhe jo prokuroria të marrë rolin e gjykatës. Prandaj fjalia afërmendësh ka qenë një fjali e rrezikshme e cila u kërkohej në atë kohë të kishte një lloj disipline, nuk u kërkua, u la ashtu si një fjali rëndomte e cila duhet të qarkullojë në mesazhin ndaj çdo qytetarit, por edhe ndaj çdo funksionarit të drejtësisë, dhe sot spaku ka marrë nivelin që flasim gjithmonë mbi palët. Pra nuk ekzistojnë gjykatat që janë mbi palët, por për popullin ekziston spaku që është mbi palët. Prandaj kongresmeni, por edhe shumë aktor dhe faktor të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shikoni që do dalin vazhdimisht duke bërë deklarata të tilla, sepse do të jemi në një moment kur vetë reforma në drejtësi do të kërkojë një reformim dhe një kualifikim ose një rikualifikim të ri që të kuptohet që është prodhuar për statistika dhe goditjes së kundërshtarëve të politik, apo është në të drejtën e saj duke prodhuar drejtësinë e dur e munguar. Por ju duhet keni parasysh që linja Trump nuk mbështet prokurorët, linja Trump mbështet shtetin e së drejtës dhe sistemin demokratik të një vendi. Edhe kryeministri ashtu thotë shteti demokratik, ndërkohë që sipas tij Pezullim i Ballukut na ka ndërprerë edhe fluturimimet me Kanadan. Avokato, nuk ka një tjetër që Kush e tha këtë se nuk e kam dëgjuar, zoti Rama, po zoti Rama ishte ai i cili tha që spatën ja dhash Altin Dumanit dhe tani thotë që spatën Altin Dumani nuk duhet ta ketë ashtu siç zoti Rama mendonte me arrestimin e zotit Meta, me procedimin e zotit Berisha, me arrestimin e zotit Veliaj
Pra çfarë e pengon zotin Rama që t'i bindet asaj të reforme që vetë ai ka thënë. Pra nuk është që ne shpifim diçka dhe themi që zoti Rama nuk e ka thënë. Zoti Rama e ka thënë me rastin e zotit Veliej, që Altin Dumani ka marrë spatën nga Partia Socialiste dhe madje edhe nga mua personalisht. Pra do të thotë që zoti Rama në këtë moment është në një kontradiktet, me një rast kontradiktor me veten e tij, sepse në fund fare ai tjera thot për të tjerët dhe tjera bën për veten e tij. Por avokat, ka një qetësi për çështjen e Balukut, po tenton të sfumohet duke kaluar edhe shtyrja nga gjykata kushtetuese për afër vitit të dhjetorit. Gjykatës kushtetuese nuk po ja mban të marrë vendim për pezullimin e vendimit të GKK-s dhe jo për rastin e shqyrtimit në themel të kryeministrit. Pra, duhet keni parasysh, gjykata kushtetuese do ta marrë patjetër në shqyrtim rastin e zotit Rama që flet për mosmarrveshje kompetencash midis dy pushteteve të ndryshme. Është e sigurt që gjykata kushtetuese në rast se është në nivelin e dur kushtetues ta marrë në themel dhe ta gjykojë, por gjykata kushtetuese mendoj në një moment që të heqë atë përgjegjësinë e saj dhe që mos të dëmtoj reformën në padrejtësi që shumë të tjerë thojnë në drejtësi, do të bëj një mekanizëm që është i papërgjegjshëm, por edhe mund të ta bëj që në momentin për vendimarrjen e pezullimit të GKK-s të ftoj palët në degjes, palët të shprehen dhe pastaj gjykata kushtetuese të dali në vendimarrje vetëm me vendimin e pezullimit. Por edhe sikur të jemi në këtë kusht, ju duhet keni parasysh që gjykata kushtetuese po bën një lojë e cila nuk i shërben kushtetutës së vendit. A më pëlqen mua apo jo, zoti Rama, kryeministër, ju e dini publikisht mendimin tim. Por në rastin parimor duhet kemi parasysh që në Republikën e Shqipërisë të normuar në kushtetut kemi 3 pushtete, legjislativin, ekzekutivin dhe gjyqësorin. Dhe gjyqësori nuk mund të ndërhyjë në kompetencat e ekzekutivit duke futur atë që ne themi hundët e veta, duke përdorur mekanizmin e pezullimit të ushtrimit të detyrës të zëvendës kryeministrit për arsye penale. Dhe atë që bëri gjykatësi afërmendësh ashtu siç kërkon Spaku vendos Erion Çela, tregohet qartësi që gjykatësi shërbeu partisë në pushtet. Dikush do më thotë, po si më të thua ti partisë në pushtet? Po pikërisht sepse në rast se gjykata kushtetuese del me një vendimarrje për të zgjidhur këtë ngërç kushtetues, zoti Rama do dali viktimë e kësaj ngjarje. Pse do dali viktimë? Sepse ai që do të ketë ngarkim penal edhe po e ke vuan aktualisht është zonja Balluku. Zoti Rama do të jetë përsëri ai që do të gjedhë planin B, që të thotë që shiko se si kjo reformë që unë isha ai që nuk e mohoj faktin që e kam mbështetur, që shiko se si sillet kjo reformë me institucionet kushtetuese. Në të gjitha rastet, në rast se duam të bëjmë një gjykim të paanshëm dhe një gjykim jo emocional, na tregon faktin që zoti Rama është në kontradikt me veten e tij, se nuk mundet nga njëra anë të përgëzosh diçka që vetë ti e ke luciduar, e ke pastruar, e ke çfarë të duash ti të vendosësh një term të tillë për punën e tij që ka bërë apo nuk e ka bërë, por ajo që ne duhet të themi tek opinioni publik është fakti se zoti Rama nuk është i qartë me qëndrimin e tij në raport me Spakun. Dhe kjo nuk është thjesht vetëm një konstatim logjik, por është edhe një emocional në rast se tani do të fusim emocionin, sepse dikush që është socialist do ngrej një pyetje të thjeshtë tek vetja e tij. Edhe do thotë, po si ka mundësi që drejtësia duhet funksionojë ndaj zotit Hametaj, ndaj zotit Veliaj, ndaj zotit Beqaj, ndaj zotit Dako, ndaj të gjithë atyre të cilët kanë qenë afër zotit Rama dhe ndaj zotit, mos gaboj, zotit Tahiri, dhe në fund fare kur vim në situatën e zonjës Balluku, shiko drejtësia nuk çeka ajo që unë po prisja. Pse? Çfarë po pret zoti Rama? Që drejtësia e tij të funksionojë edhe aty kur ai nuk e don, por nuk ka çfarë të bëjë
edhe tek personat që ai i mbron. Pra, zoti Rama, për socialistin e thjeshtë them, zoti Rama nuk po duket i qartë në raport me atë që ka thënë që drejtësia duhet të jetë e pavarur. Pra, çfarë zoti Rama e bën që të ketë kaq shumë kujdes, mbledh ndaj gjyqtarëve, sepse në rastin gjykata kushtetuese del në të vërtetën e saj kushtetuese dhe parimore flason. Dhe thotë që gjykata e shkallës parë e posaçmja ka kapërcyer kompetencat e saj, zoti Rama në sy të publikut do dalë viktim. Por pse zoti Rama nuk e shkarkoi me njëherë ashtu siç shkarkoi të gjithë ata që unë parashtrova përpara emrat të tyre, të cilët dyshoheshin se ishin të përfshirë në një aferë korruptive. Pra unë nuk e them faktin konkret që ata janë ashtu siç në sy të publikut mund të quhen, por unë e them në aspektin juridik. Pse kemi të bëjmë me 2 standarde apo 20 standarde që vetë zoti Rama thot? Prandaj duhet të them tek socialisti i thjesht, ai i cili sot në shtëpinë e tij vuan varfërinë, sepse nuk është në atë situatë që duhet të ishte, përderisa partia e tij e voton nga 2013 deri më sot, duhet t'i sillte mirëqenien, luksin, jetesën, çdo gjë të drejtë dhe jo flukse në drejtësi, pra përdosjet e shumta, duhet të kishte sjellur patjetër një drejtësi konkrete. Prandaj zoti Rama po del edhe të bind vetë socialistët për atë mosbindjen e tij ndaj drejtësisë së vet që ka vetë normuar. Prandaj unë dua të them tek opinioni publik që duhet me kujdes të shikojmë tani tutje zotin Rama në raport me drejtësinë e tij. Avokat, më shemi tek drejtësia. Drejtësia e tij, jo drejtësia. Jo drejtësia. Amerikanët do futen për ta zgjedhur këtë shefin e ri të SPAK-ut apo do qëndrojë larg? Shiko, amerikanët janë futur, por tek amerikanët është parë diçka që nuk është e drejtë. Çfarë? Është futur marketingu i fotove. Pra do të thotë që e zgjodhen me një foto. Pak a shumë ju keni kuptuar që në çdo foto që del kur vjen një zyrtar i huaj, zoti Duman nëpërmjet marketingut të tij mediatik që ka pranë SPAK-ut fotografon zotin Brau. Pse e bën këtë zoti Dumani? Sepse do të tregojë tek opinioni publik dhe sidomos përmes mediave që qytetarët të kuptojnë që zoti Brau që ka një preferuar amerikan. Pra, nuk do të vi rasti Dumani Yuri Kim që ishte Dumani amerikan, ndërkohë shërbeu te Edi Rama duke patur Edi Rama sot në 11 maj 83 mandate dhe duke bërë fresk zoti Dumani, zotit Rama, por do shikohet një plan tjetër B, që është zoti Brau, del si një amerikan, por në fund fare ai do të nështrojë çfarë do të bëj punën e vet. Cila është puna? Vazhdimësimi dhe vijimësimi i punës së zotit Dumani, që zoti Dumani të jetë i qetë në të kryer detyrës, sepse ju e dini shumë mirë, mos gaboj, rasti të gjithë këtyre reformave që në Maqedoninë e Veriut, ajo që futi në burg të gjithë politikanët, sot është në burg. Dhe është e çuditshme, si ka mundësi që ajo që tha për korrupsionin dhe çoi të gjithë ta në burg, në fund fare futi veten e vet. Po çfarë do thotë kjo avokat? Po paralajmëroni diçka? Jo, unë s'paralajmëroj, shiko, unë kam dalë të them parashikime, unë po të them fakte konkrete, të cilët kanë ndodhur në vendet konkretisht, pra nuk është shpifje, nuk është një opinion, thjesht është një analizë logjike e cila kërkon çfarë? Heqjen e emocionit dhe përdorimin e logjikës. Në rast se ti do të përdorësh logjikën, sigurisht emocioni nuk vjen. Në rast se ti do përdorësh emocionin, ti do fillosh të thuash gjëra të tjera. Prandaj do t'ju them që ajo që qytetarët do të kuptojnë është kjo, që zoti Dumani ka punuar në një sistem marketingu të mirë menduar që të ndihmojë zotin Rama me veprime të cilat do të bëjnë zotin Rama në sy të qytetarëve, jo të amerikanëve, në sy të qytetarëve si viktim. Pra, Gjokoja pezulloi ballukun, Rama fiton në kushtetuese, Rama është viktim. Brau zgjidhet, pra është një amerikan, çfarë më thua ti kur ai shkon bën takime, këto janë mashtrime, çfarë janë këto thua avokat?
Pra, loja dhe skenari 2022-shin që Yuri Kim shkonte atje dhe që tua dhe namin, tua dhe timin, a kupton? Në fund fare çfarë na tregoi që zonja Yuri Kim aktualisht është në Departamentin Amerikan të Shtetit, mendoj se ajo ka ikur, pra është përjashtuar. Dhe ku ka vajtur menjëherë? Ka vajtur në një funksion tjetër privat, pra ka ikur nga aty që ne themi të gjithë nga institucionet amerikane. Kur sot zoti Blinken në drejtim të paditur dhe nuk dihet origjina ku ndodhet. Prandaj unë duhet t'ju them që të gjitha këto skenare që po luhen janë skenare të mirë menduar që ne na tregojnë që ky i cili do vendoset nga KLP-ja e pavarur e paanshme, e cila është në mënyrë të pa imagjinueshme, çfarë futin avokatu ai, është amerikan, mbrapa është europian, po dakord me ju janë ato, nuk thashun që nuk janë, por është e sigurt që politika shqiptare dhe sidomos zoti Rama do përdori të gjitha levat e tij, të cilët i ka të normuar në ligj, mos themi që janë leva të cilët janë për te ligjit, janë brenda legjislacionit, sepse pikërisht pushteti çfarë përdor? Përdor ligjin. Kur pushteti do të merret me ty, përdor ligjin që të merret me ty, se s'merret me ty fizikisht. Prandaj, ajo që unë dua të them juve është mos u deni nga fotot që zoti Brau është amerikan. Sepse unë do të them një rast tjetër, zoti Kondili, mos gaboj, për mendimin tim nuk ishte i Ramës. Mund të ishte ai amerikani i vërtet. Por Rama çfarë tha? Që shiko, ai më duket më i mirë, supozojmë. Po te dotja e Beqajt, mos më fut tani te dosit, të lutem, sepse dosit për mua nuk tregojnë të vërtetën gjithmonë. Tani, më dëgjoj pak të them diçka. Unë mendoj se Kondili ishte amerikan. Ai që ishte socialist dhe u faktua në 11 maj është zoti Dumani, sepse nuk mundet në gjithë këtë luftë që ai ka bërë zoti Dumani, duke arrestuar zoti Metën, zoti Berisha, duke proceduar të gjithë rrethin e Edi Ramës dhe duke mbajtur shenjtorin dhe kryeshenjtorin e tij në krye të detyrës, nuk konvertohet me 83 mandate. Pra do të thotë që dikush doli në terren dhe si garip dhe ndihmoi zotin Rama. Se nuk mundet i nderuar në një vend kur statistikat e korrupsionit dhe faktet konkrete, të cilët nuk përbën vepër penale, po mjafton indicia që ti paske një politikbërje e cila të qeka në kushtet e procedimit penal dhe ti të marrësh në 11 maj 83 mandate. Kjo çfarë tregon? Tregon që një faktor tjetër më i rëndësishëm që është spaku me tax forcën, që ju më keni pyetur vazhdimisht dhe më thoni mua ftoftuarin e vjetër, sikur ka moshun me ftesën, të lutem. Unë gjithmonë jam i ri në ftesat tuaja dhe në rastet që komentojmë. Prandaj ju them që çfarë bëri zoti Dumani? Ndihmoi Partinë Socialiste duke bërë fresk dhe duke shkuar në aksion dhe duke arrestuar cili do qoftë ai nga krau Matan. Pra, krau Matan mos kuptoni vetëm Partinë Demokratike ose Partinë e Lirisë dhe zotin Metaj. Pra, ju duhet kuptoni qartazi që zoti Dumani bëri gjithçka që është e mundur brenda një procedimit penal, gjithmonë flas, a ka prova, s'ka prova, nuk jam mund ta gjykoj, por ajo që unë mendoj është që zoti Dumani punoi qartazi që zoti Rama të merrte 83 mandate. Dhe ai është fakt konkret, nuk është thashë them. Në rast se ju doni në vendet europiane të shikoni rastin Mogherini. Zonja Mogherini u mbajt për sqarime, u lirua dhe nuk u bë show mediatik, arrestimi i saj dhe burgosja e saj me fjalinë e famshme afërmendësh që e lam ne të kaloj lehtësisht, por thjesht ne duhet të themi që jo afërmendësh të bëjnë disa gjërat, sepse kanë pasoja. Çdo gjë në jetë ka një pasojë. Ti nuk mund të cenosh tjetrin, sepse sigurisht tjetri do marrë masa, por ti duhet të jesh në raport, pra duke zbatuar ligjin, dhe unë uroj që 20 shenjtorët e spakut të vinë në normalitetin e dur, që nesër mos të përdoren si statistik dhe një pushtet tjetër, sepse nuk do të ri zoti Rama gjithmonë në pushtet, ta keni të sigurt. Avokat, po të kaluar të çështje apo se besoni e opozitës, ju e keni thënë
gati 2 vite më para që atë që ka nisë Ervin Saliani tashmë. Pra keni dhënë me zë edhe me figurë që kjo duket edhe privatisht ta kam thënë. Po, ta nxjerrim thashë themin këtu në mes. Që ne jemi transparent. Është vërtet privatisht po, pa kam fjalën edhe për publikun, ju e keni thënë në më shumë se një studio që pas kësaj që po ndodh me Salianin, pra pas burgut do vi dhe kjo që ai do të tentojë që ta kapitalizojë burgun që bëri për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Edhe kjo duket sikur kanë burgu ishte politik. U duk shumë i ashpër. Tha sallën janë mbushën socialistët ose demokratët e zhvynyer. Përmendi edhe emra Durrës, socialistët. Tha që strukturat e braktisën, domethënë për interesa private, çdo ditë gjuaja e tij po fedhohet e po agravohet pra e Berishës kundrejt Salianit. Mund të ketë ndonjë përjashtim të tij apo do marrë ndonjë mas Berisha, ju si mendoni? Apo në fund fare mos është vetë Berisha që mund ta ketë nxjerrë këtë, ndoshta për të ulur për ngritur klane të tjera brenda Partisë Demokratike. Momentalisht rasti Saliani është një rast i bukur për të studiuar dhe për të analizuar në logjik dhe jo me emocion. Unë dua t'ju them që është një flakë e cila mund të ngrohë njerëz të cilët janë të zhgënjur në Partinë Demokratike. Është një strategji për të afruar njerëz të cilët janë ngushtuar në të shkuarën e tyre me Partinë Demokratike. Është një shans i fundit që ka Partia Demokratike për të arritur çfarë bashkimin, por edhe në fund fare atë që ne themi konkurrencën që të bëhet numri 1 i pushtetit që të marrë pushtetin, që mos të përfundojë një parti shoqat, ose të marrë një parti tjetër atë që ne themi pushtetin opozitar që ajo ka për shkak se është partia e dytë parlamentare, pra është pakicë parlamentare në kuvend. Kjo do të thotë, duke qenë në këto situata, të cilët janë në rastin konkret pak jo të rregullta në aspektin e studimit, sepse kërkojnë në studim një mënyrë tepër të drejtë dhe objektive dhe jo subjektive, por se subjektet kërkojnë një analizë më të qartë pse, çfarë, kush, qysh e tekën këto me radhë, ne do të themi këtë gjë që është shumë e rëndësishme. Çfarë? Në një parti politike duhet të ketë grupime. Grupimi forcon partinë dhe nuk e dobëson. Pse? Sepse partia kërkon që të ketë vetërregullimin e brendshme kundërshtues në raport me atë që ne tham numri 1, pra që të marrin pushtetin. Tani pushteti do jetë të shkarkojnë zotin Berisha ose zoti Berisha të largohet dhe të vi dikush tjetër të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo mbetet për të parë në momentin e parë kur ju do të shikoni që zoti Salian nëpërmjet grupit të tij do të aplikojë që të zbatojë statutin e Partisë Demokratike. Në atë moment, ju them të vërtetën, duhet të parë se si do të reagojë zoti Berisha dhe se si zoti Berisha do të shprehet lidhur me grupimin. Në këto momente, unë nuk mund ta komentoj se si zoti Berisha shprehet, sepse ju duhet keni parasysh diçka, vetëmbrojtja është e natyrshme dhe është do të thosha është një ndër veprimet flagrante që individi e bën pa menduar. Avokat, lutem më thuaj diçka, se ju jeni drejt për drejt. Ka ndonjë mbrapa këtij Salianit apo është vetëm ky? Zoti Saliani mbrapa vetes ka vetëm ditët e veta që ka ndetur në burg dhe ka reflektuar, sepse zoti Saliani, po ta shikoni në qasjen e tij publike pas burgut, doli me një agent, me një plan tjetër, me një plan i cili është më i qetë se plani denoncues, me një strategji akoma më të mirë menduar për mendimin tim, por unë kam frikën, sepse gjithmonë ndodh me këta, për shkak se në fund fare është si puna atyre që shkojnë në Everest direkt, e kupton? Nuk shikojnë popullin çfarë thot, edhe shkojnë në Everest si puna e Spaku dhe të tjerëve. Në fund fare kam frikë që nga mënyra se si do ta menaxhoj, kjo është frika ime të them të vërtetën, mundet të jemi në kushtet që ajo që ai po bën është një plan B. Tani ky plani B vjen për interes të Partisë Demokratike apo për një interes tjetër që ka përcen Partinë Demokratike. Por edhe sikur të jemi në këtë rast të planeve, duhet keni parasysh diçka. Kush është qëllimi një personi që brenda një partie bën fraksion? E para është që të kundërshtoj kryetarin në raport me strategjinë e tij,
dhe dyta është që t'ja marrë karikën kryetarit që të bëhet ai kryetari i ardhshëm, dhe treta është që ai sapo të bëhet kryetari i ardhshëm të jetë frymëzimi i qytetarëve, që ai të jetë pretendent për kryeministër. Po kujdes, kemi një problem me rastin e Saljanit. Çfarë? Saljani është i dënuar dhe nuk mund të kandidojë për kryeministër. Vjen 2030-ën. Pra, Saljani në këtë momente po bëhet 2029-ën. Sepse në rastin e marrim faktin konkret që gjykata kushtetuese Saljanit ja shfuqizon vendimet e gjykatës shkallës parë, shkallës dytë dhe kolegjit penal të partisë. Kolegjit penal më korrigjo të lutem se bëj gabime dhe më korrigjo. Dhe çuditërisht që gjykata e penale e partisë e mori brenda 2025 dhe gjykoi dhe themelin në çuditë, mos vot të gjejmë edhe ne një mik që na i gjykoj sa më shpejt këto raste dhe të na i lënë në fuqi, ka rëndësi të na i prishi vendimet. Po të paktën ai gjyko. Që kemi gjykatë kushtetuese dhe pastaj gjykatë europiane. Dhe duke marrë këtë si një rast, unë mendoj që rasti Saljan do jetë interesante sepse ai duke bërë një veprim të tillë politik, paralelisht juridikisht ai mund të shpallet dhe i pafajshëm. Këtu mbaron loja pastaj. Po në rast të shpallet i pafajshëm, ju e dini që automatikisht zoti Berisha i ka thonë mirupafshim gjithë të mirat dhe unë bëhem kryetari i Partisë Demokratike. E kuptoni? Pra do të thotë që avokati juaj, zoti Balla, do të keni parasysh, ju ka thënë para disa kohësh dhe para 11 majit, përveç se është Spaku Epiqendra, GKK-ja, do jetë edhe gjykata kushtetuese, dhe ju e dini shumë mirë që nga shtatori 2025, kur ne kemi thënë para 11 majit, sot aktualisht ju e gjitha politika shqiptare, në të gjithat nivelet, vëmendjen e ka nga gjykata kushtetuese. Avokat, ju e keni thënë këtë në shtator, në kam thënë edhe herë tjetër që ky mandat do jetë në dyert e betejë, do jetë në dyert e gjykatës kushtetuese, por ndodhi më shpejt se sa e prisnim, edhe më shpesh se sa e prisnim. Por të lutem për ta mbyllur më jepni edhe një parashikim ose një mendim. Ndoshta edhe me një batutë. Avokat, çfarë ka ndodhur me ata që kanë rivalizuar zotin Berisha? Mendim sepse parashikim. Jo, mendim do të them se parashikim nuk mund të bëj për shkak se në rast se them parashikim, në fund fare do thënë lexon edhe letrat apo filxhanin. Ose me një batutë. Çfarë ka ndodhur me ata, me gjithë ata që kanë votuar zotin Berisha? Ku janë sot? Jo, shiko, asgjë. Dëgjoj, këtu ka diçka që duhet ta analizojmë qartë, pra që mos të vendosim pika dyshimi, po thjesht duhet të themi të vërtetën objektivisht ashtu siç duhet, që do të thotë. Zoti Berisha iku nga politika shqiptare në aspektin kryetar partie në 2013, mos gaboj. Politikisht zoti Berisha ishte aktiv. Nuk na intereson politikisht aktivizimi i tij, po na intereson që pas Berishës erdhi një lul bash i cili në fund fare dështoi në mënyrë spektakolare. Çfarë ishte dështimi? Dështimi ishte që qytetarët demokrat, ato që duan Partinë Demokratike dhe duan rotacionin politik, qëndruan përsëri në opozit. Por zoti Basha merrte rrogën e tij si deputet. Pra zoti Basha ishte pjesë e institucioneve shtetërore. Pra do të thotë që për zotin Basha nuk pati asnjë lëkundje, asnjë problem. Punën e tij vazhdoi. Por si ndodhi situata edhe në Partinë Socialiste? Sepse paralelisht duhet të studiohen. Nga njëra anë zoti Berisha në 2021 vjen edhe merr Partinë Demokratike, nga ana tjetër Partia Socialiste çuditërisht të gjithë ata që janë rreth zotit Rama që pretendojnë për kryetar të Partisë Socialiste, që tani zoti më shiroft në aspektin politik flas gjithmonë, i ndihmoft, nuk ndodhen në Partinë Socialiste dhe nuk ndodhen në politikë bërë shqiptare. Pra, ju mos e merrni studimin çfarë po ndodh nga krau Pjaftas. Ore shikoni paralelisht, po krau Majtas, çfarë ka ndodhur? Pra, përdorimi i drejtësisë për të dhënë mesazhin që duhet të pastrohet politika, vjen nga persona të cilët erdhën në politikë për vetë pastrim sepse Saliu ka qenë i keq? Shiko PS-n çka ka ndodhur?
Pra, vetë pastrimi është i sakt për korupcionin, apo është i pasakt? Këtë ta mendojnë socialistët që i bëjnë fresk Edi Ramës akoma dhe sot. Tani shkojmë te krahu i të djathtës, pra Partisë Demokratike. Zotri, kur ti nuk je i zoti të përballësh me realitetin dhe ke frikë nga hija e jote, edhe unë, po t'jemi fort si Berisha, do ta maj partinë. Është logjikshëm zotri. Kryefamiljari ku ka e gjithë shtëpinë që shkon kundër, mendon se thotë unë po heq dorën nga kryefamiljar. Nuk besoj një kryefamiljar të heq dorën nga kryefamiljar ku ka një kontradikt brenda familjes. Ai si kryefamiljar, për shkak të traditës, do tentojë të imponohet ndaj anëtarëve të familjes që të qëndrojnë në cilësinë e kryefamiljarit. Nuk do thotë më fal mor avionin unika. Pra, do të thotë që të flasim në gjuhën shqipe, ne do të kuptojmë që struktura e politikës ka cilësinë e kryefamiljarit, pra kryetari është kryefamiljari në të dyja kampet. Zoti Berisha tregoi që brenda Partisë Demokratike nuk kishte instaluar asnjëri prej tyre asnjë fraksion që të ishte kundër Berishës. Sepse Berisha është dhe do të jetë histori në Partinë Demokratike. Po jo histerizmi në Partinë Socialiste. Po gjithsesi në një moment të caktuar ku të vi momenti edhe asajt atje që janë të vdekurit, ata atje që nuk prodhojnë debate dhe do të vinë ata ore shëndet të kemi edhe uroj të gjithë qytetarëve, edhe ata që na duan, por edhe ata që s'na duan, të kemi shëndet, të jetojmë, ti shikojmë se si do shkërmoqen, se si do të përçarën, se do theren me njëri tjetrin atje nga Partia Socialiste, dhe ti komentojmë, dhe të shikoni realitetin me sy, tek qytetarët socialistë, ata të cilët votojnë Partinë Socialiste, ju jeni me probleme në familjet tuaja për ekonominë dhe këta po bëjnë namin duke bërë vepra të ndryshme penale. A janë të provueshme apo jo, nuk flas. Mjafton thjesht vetëm që dalin përgjime, që dalin ato komunikime dhe të paktën njëri prej tyre thotë jo, nuk janë të vërteta këto, po mashtrojnë. Eshtin më vllai, eshtin më. Por ti kur flet e eshtja, a është aprovim? Jore të dalë e thotë, jore nuk e thash unë për këtë. Jore nuk është e vërtet kjore. Pse heshtin? Pra heshtja nuk kupton fajsi. Dhe prandaj po të them, zoti Berisha, përderisa përballë ti, nuk ka të aftë, të shkojnë t'i thonë, ha procedurën zotri. Jo me 2025-ën. Datën 1 shtator. Shpa kandidaturën në ti me unë, shkojmë në zgjedhjet parakoshme, sepse statuti është ky. Asnjëherë, dëgjove ti na njërin, mund të ketë se kam problem pak me veshët. Dëgjove na njërin ti? Jo. Nuk ka. Pse? Kush të ndaloj? Hajde supozojmë të ndaluan sistem mediatik që këta akuzojnë njërin tjetrin me radhë. Po portalet, merr portalet me radhë dhe shko. S'të pengon asnjëri. Material do media, çfarë do media? Lajmin e fundit zotri duhet do media. Është fakti konkret, do media të bësh as hoxhun, as priftin, as murgun. Pra, ajo që unë po ju them dhe ju citoj qartësi, është e pa imagjinueshme në raport me logjikën zotri, jo me emocionin. Sali Berisha 2008, Edi Rama 2008. Sali Berisha shkon për një pauzë dhe kthehej Sali Berisha 2025. Pra, 2022-2021 fitoi dhënave. Fiton betejë. Dhe sot ke Sali Berisha Edi Rama. Më thuaj të lutem, një logjik normale e kupton më zotri. Diçka nuk po shkon mirë. Pra, duhet ndërgjegjësim populli me anën e vet në ndërshkim me votë. Ju duke prit spakun afërmendësh do të bëjmë ne vendim që të kënaqim popull me statistika. Nuk bëhet afërmendësh X Sali Berisha si do plaket. Jo zotri, jetë të kesh shëndet të jetë mirë aty, po nuk ka asnjë ti zot ja marri karrikën, aty le të rri. Edhe për Edi Ramën zotri, po aty le të rri, po nuk ka asnjëri guzimtar të ja marri karrikën. Pse tip Dylber mendon ti që se dëgjoj shpesh është rasti vi Gylsenit ja marrë karrikën Dylberit. Pse më të pëlqen ty ta marrun karrikën ty? Jo, sepse çfarë është? E natyrshme, është njerëzore, por ka konkurrencë.
Edhe avokati me avokatin ka konkurrencë, edhe gazetari me gazetarin ka konkurrencë, edhe tregtari me tregtarin ka konkurrencë. Por konkurenca të bëhet një kuadrit të legislativ, të një parimor, i cili mos të ketë më thyrje. Pra, imagjino tani o vlla, ti ke Saliun dhe Etin që thyjnë njëri tjetrin. Populli atë do. Në rast se unë edhe ti tani fillojmë edhe flasim në njëri tjetrin me fjalë kështu që vdesin disa që ti dëgjojnë, që të bëjnë thashë themin lajmin e fundit. Të gjithë do na dëgjojnë. Në rast se ne flasim parimisht, jo se nuk na dëgjojnë, na dëgjojnë. Dhe ne i respektojmë dhe i falenderojmë shumë se na kanë dëgjuar vazhdimisht. Por ama e themi në aspektin më të gjerë politik. Ne si qytetarë duhet të kuptojmë që kur ne kemi hall si qytetar, duhet të paktën të çojmë sinjal lart, të them nuk është paku jeta jonë më. Jeta është zhvillimi, ekonomia, fëmia, familja, kultura, tradita, Shqipëria. Nuk është në fakt se ne duhet të themi tani u bë Saliu gati apo nuk u bë. Nuk u bë Saliu. Në 11 maj zotëria kishte 11 alternativa. Nuk zgjidhe dy të këqijat që thua ti, zgjidhe ato të tjerat. Po as ato nuk ishte jaftë zgjidhje. Çfarë çaloj? Çfarë pengmarrje ke ti? Se nuk mundet të adresojmë në një vend, të adresojmë fajin e pas ka vetëm opozita, ndërsa këtu që bëhet kulmi, nuk dim ku ta gjejmë hallin sepse ky që ka me keqja më e vogël. Po jo, ta them unë, kjo e keqja më e vogël që ti thua sot ti, e di çfarë do jetë. Fatura më edhe për ata që të cilët nuk na dëgjojnë. Ne ta pagojmë zotëri. Këtë faturë që po vendoset kostoa në Republikën e Shqipërisë, do ta paguajmë të gjithë. Po e di çfarë do thotë Edi Rama. Zotëri, viktim do bëhet Edi Rama. Zotëri, unë ja thash të vërtetën. Ju dashuruat me mua, unë ju vdiqja duke paguar faturat. Dhe ju do t'i pagoni gabimet e mia. Pse? Se përgjegjësia në politikë është e kufizuar, nuk është përgjegjësi absolute. Prandaj, nderuar, po të them të vërtetën, ajo që ne kemi thënë vazhdimisht dhe nuk duhet të bëhemi lojë e asnjërit për atyre të cilët bëjnë lojë gjithmonë dhe me vazhdimsi, me atë që ne themi me fajin e ka Saliu, fajin e ka Edi, fajin e ka Iliri. Jo zotëri, duhet të themi popullit të vërtetën dhe e mban mend, besoj, që ta konkludojmë që mos na zgjasim shumë, rastin para 11 majit dhe pas 11 majit. Të thash, zotëri, populli jon dha një verdikt. Populli jon tha, unë zotëri nuk priste alternativat e reja të qeverisin këtë vend. E tha. Po çfarë tha në të njëjtën kohë? Në të njëjtën kohë. Në rast se do figura të reja dhe në rast se do politikbërje, kalojnë përmes 3 partive politike. I qartë, mendoj ta kam thënë shumë kohë përpara dhe mbajmë në shtator të 2024 mos gaboj dhe në muajin mars të 2025 ta kam thënë. Pra çfarë dua sot populli? Zotëri, je i ri në politik, po, shko përmes Partisë Socialiste. Pse? Se unë ashtu kam besim të Partisë Socialiste. Për një gomar të nxjerrë Partia Socialiste unë e votoj. Shko tek Partia Demokratike. Një gomar të nxjerrë dhe ajo unë e votoj. Shko te Partia e Lirisë. Një gomar të nxjerrë ajo unë e pranoj. Në aspektin formal e kupton hipotetik gomar. Por shiko te kjo parti mund të vinë edhe njerëz me vlera, mund të vinë edhe njerëz të dershëm, me njerëz të cilët duan të kontribuojnë tek vendi. Por populli jon në 11 maj, ashtu si e analizova unë, ishte i saktë. Çfarë tha? Unë nuk dua subjekte të reja. Dua figura të reja të futen dhe të garojnë dhe të bëjnë aksion brenda partive të tyre. Pra, sot, që ta mbarojmë edhe me analizën e Saljanit në fund, më duket thënë, po, Saljani bërë diçka të bukur, po bën luftë brenda partisë së tij. Po në rast se Saljani shko hap parti, vet, bye, as votën e tij do ta gjej. Sepse elektorati, pavarësisht këtyre fakteve, statistikave që kanë nxjerrur Spaku, nuk do ta di zotria e i korruptuar apo jo. Nuk i intereson ky fakt. Pse nuk i intereson ky fakt? Sepse sot ke Sali Berishën dhe Edi Ramën përsëri në të njëjtat pozita në aspektin politikës, jo në aspektin e cilësive kushtetuese. Pra, ti duhet kuptosh, edhe bashkarisht edhe unë, edhe shumë qytetarë të tjerë,
Në rast se do vendosim logjikën dhe jo emocionin, do të arsyetojmë bindshëm vetes tonë që po, këtu duhet të ndëshkojmë. Dhe si duhet të bëjmë ndëshkimi? Duke promovuar njerëz të ri dhe jo duke u marrë me të shkuarën. Prandaj duhet flaka, si në Partinë Demokratike apo në çdo subjekt tjetër politik, të ngrohë qytetarët shqiptar, t'i japi një lloj shprese që ata mos të thënë një fjali të keqe që them vazhdimisht që jemi të lodhur. Në rast se je i lodhur, jeta nuk të lodh, gjykatat nuk të lodhin, politika nuk të lodh, sepse ky është sistemi që kemi vendosur të jetojmë. Në rast se don ta luash anti-sistem, shko në Kinë ose në vende të cilët nuk ekziston demokraci, e kupton, është o zot na ruaj. Prandaj, kush është i lodhur nga këto situata, i lutem të ikë nga Shqipëria dhe të jetoj në vende që nuk ka lodhje dhe thjesht ka çohu gatitu dhe kaq. Dhe ti pse ta ankohesh? Prandaj unë them qytetarët shqiptar e kanë në dorën e tyre në rast se duan të heqin Saliun, Edi Ramën nga politika. Sipas gjitha gjasave, do ketë në pritje të përjashtimeve të mundshme nga Partia Demokratike. Avokatën të falenderoj shumë për bisedën e gjatë, por shtruese si gjithmonë me argumentat tuaja origjinale, edhe me ato të vërteta të skenarëve që kanë rezultuar të vërtetë deri tani sikur i keni parashikuar ju. Unë të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj ty, edhe dëgjuesit dhe ata që na ndjekin vazhdimisht. I kërkoj që ata vazhdimisht të na ndjekin, të na kritikojnë, patjetër pse jo, të na thënë atë mendimin e tyre e mirëpritur, por vetëm diçka i kërkoj, përdorni logjikën dhe jo emocionin. Në rast se përdorim emocionin, është fakti i dështimit. Prandaj mos bëni pjesë e lojës së dështimit. Logjika jep të drejtën, emocioni jep greminën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju avokat.